Unë për Kostana Moravën, besoj e ke parë gjullurdin mediatike që u kryua me Kostanën mes saj dhe Eriona Rusit muaj më parë për shkak të një interviste, e më pas intervista në Wake Up, u bë shumë virale, shumë e drejt për drejt, ndoshta ndonjëherë më shumë se ç'duhet. Kostana në Big Brother, po jo do t'i shkonte, do të duhej këtij formati, do të duhej Big Brother i Kostanës? Tani gjithmonë Big Brotheri duhet edhe të gjithëve, po. Personazhit edhe Anasjeltas. Big Brotheri dhe po. Kostana unë mendoj se është personazh tipik për Big Brother. Thua? Sepse nuk ka domethënë fare atë frena, atë barriera, atë një lloj gjëje, do bënte gjithçka mendoj unë për show. Dhe jo vetëm. Dhe është personazhi tipik i duhur që mund të dashmoj çdo kënd aty, mund të krijoj lëra, mund të krijoj aleanca, mund të krijoj armiqësi shumë të forta. Shumë interesante mendoj se do ishte për Big Brother. Nëse Kostana do të shohim një luftë të vazhdueshme, besoj me saj dhe opinionistëve. As diskutohet. Prandaj po them që do ishte akoma edhe më interesante të ishte aty, sepse edhe brenda do krijoj shumë situata, po dhe nga jashtë komentimi do jetë zakonisht shumë i lartë. Po, madje mua Kostana më duket një personazh që mund të kishte edhe një luftë të vazhdueshme edhe me vëllain e madh, dhe unë vdes për këtë lloj situatash ku banorët luftojnë me produksionet, sepse kryesisht janë lufte imagjinare, në thonjë